18 vjet jo pak që festa e ëmbëlsirave, festa e produkteve bujqësore mbledhorale hapsi pari në Maliq. Çdo vit e më mirë, çdo vit edhe produkte më tradicionale, çdo ditë patjetër edhe produkte të cilat i rezistojnë kohës, por marrin edhe eksperjenca të reja nga vendet ku punojnë edhe emigrantët, por dhe të gjithë maliqarët që lëvizin nga njëri qytet në tjetrin. Dua t'i falenderoj të gjithë fermerët e fushës Maliqit, blegtorët, të gjitha mvisat e të gjitha njësive administrative Maliq, Limonik, Pojan, Vreshta, Spir, Gore Moglis, të cilët e bëjnë këtë festë aq të larmishme sa ndonjëherë çuditemi me produktet, me prodhimet, në atë çfarë prodhon kjo zonë. Le të jetë kjo pjesë e vizitueshme për të gjithë qytetarët, për të gjithë turistët, e patjetër le të jenë këto prodhime pjesë e produkteve tona që jo vetëm në zonën tonë, por në gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit dhe i falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Atyre disa janë visa, disa nga gatimet tradicionale është lakrori në saç, lakrori me dy peta, me spinaq. Kemi si ëmbëlsira si tradicionale që është baklavaja, revania, alva, petë portokalli, kek, shumë llojshërimi të ndryshme, komposto, turshira, perime, speca, qyniet ose misri, panxar, sheqeri, janë këto disa nga produktet e perimeve që karakterizojnë edhe Bashkinë e Maliqit. Atëherë zajiret e dimrit janë petka, trani i ëmbël, trani i thartë, dromkat, këto edhe shumë të tjera. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur sot për të mbështetur këtë aktivitet. Panajri i ëmbëlsirave po zhvillohet tashmë për të disa ditë radhës në Bashkinë e Maliqit. Gatimet sot janë të gjitha nga duart e anvisave, janë të gjitha gatime tradicionale dhe gjirasën t'i falenderoj për mbështetjen sot dhe të them që ju lumshin duart për të gjitha shqiptarët të shkëlqyera. Gatimet janë duke filluar nga baklavaja që ne kemi si tradicionale për çdo lloj feste të themi, penxhir, kompekaj, ka shumë lloje ëmbëlsira, gjithashtu ka edhe lakror me dy peta që ne kemi traditë në qarkun e Koçës dhe jo vetëm në Bashkinë e Maliqit, byrek, petanik, pastaj kalon edhe tek buka e bervet, buka me brumë, buka me qishra gjithashtu. Kemi edhe prodhimet e tokës, prodhimet bujqësore. Fermerët të ndryshëm na kanë mbështetur sot në këtë aktivitet, duke sjellë patate, qep, kunguj, lakra e shumë gjëra të tjera. Shpresoj që të kalojmë bukur, dëgjuar të gjithë dhe faleminderit. Atëherë këtu jemi tek Njësia Administrative Pojan. Si gjithmonë kemi përfaqësuar festën me ushqime tradicionale me ëmbëlsira, si dhe me produkte blegtorale dhe bujqësore. Tani ëmbëlsirat që ne i kemi traditë janë lakrori i gatuar në saç, janë amareta, karamele, kek, do me thënë shumë llojshmëri të gatuara nga vetë ne dhe nga nënat tona. Faleminderit. Po, ne vim nga zona e Moglicës dhe disa nga gatime tradicionale të zonës e Moglicës fillojnë me ëmbëlsirat, siç është baklavaja, shëndetlia, revania, kemi byrek, mishi që është një karakteristike e zonës tonë përveç ëmbëlsirave, djati, gjiza që janë prodhime të zonës, çaj i malit, trëndafili i egër, mjalti, turshi, komposto të thane, kumbulle, qershie e me radhë. Të gjitha këto pra janë nga zona e Moglicës. Harrova djatin e shakullit i cili vjen nga fshati Zerecit, që është një traditë e vjetër e zonës sonë. Disi ka humbur, po megjithatë vazhdon përsëri dhe në Zerec gjendet me shumicë edhe ky djatë shakulli që është shumë i shijshëm dhe shumë i mirë. Administrative Gorë ka sjellë këto produkte. Kemi rakite ndryshme të thane, rushi, kumbulle, kemi vada që janë produkte bujqësore të zonës, thana, kemi dhe gatime tradicionale, siç janë kulaci, penxhir, ëmbëlsira të ndryshme, gjithashtu dhe djatra të ndryshme, dhije, deleje,
nga prodhimet blegtorale. Si? Këto evenimente e ndihmojnë shumë zonën tonë për t'u bërë e njohur për produktet që ka, sepse është zonë shumë turistike. Sot në këtë panajir të produkteve bujqësore blegtorale dhe kemi në njësinë e Gorë nga gatimet më të ndryshme, për shembull siç janë kemi të gjitha meratu, tava dhe ndryshme, petulla, kulaç, kemi rakit, kemi një shumë llojshmëri produkte që vijnë nga zona jonë në Gora. E kryetarit Bashkisë Malisë Zotit Gëzim Topçiu, që ky panajir të ketë jo vetëm gatim. Thashon shneti këtu. Mirë, urdhëroj një skalet që mos ngatrohesh, ke numrat me radhë atje. Shpërndetje Bashkia Malisë. Faleminderit shumë publikut të mrekullueshëm, i cili keni mundësi vetëm të shihni vizion, por edhe të shijoni. Le ta nisë për Spiro atje. Atë përshtysh dhe Spiro, ja jo. Ndjekim Spiro Rokon. Se do punoj për ne, por ne shprehim interesa tona. Cinema o botaço lá vemos e já passamos a demo lá vemos horizon moina soltavo lá vemos e já passamos a demo lá vemos horizon moina soltavo.
shporët dhe na birë rushe, hajde jalina nina. Hajde jalina nina, hajde moj minoshe. Hajde jalina nina, hajde moj minoshe. Dirizi udi, da bëndi do argela, ama në mëre në sesë më amore, moj ma një zame ka gjorela, nga bukuria jode, da bëndi do argela, ama në mëre në sesë më amore. Hajde në dishajnë. Hajde me na shporët dhe na birë rushe, hajde jalina nina. Ku lindin petët e holla të baklavas, të shumë gatimeve të shumë lojshme. Kemi